Mirë se erdhët peshor të dashur në leximin e juaj të radhës. Këtë javë vjen një pikë zgjedhje të dashur peshor, 2 të shkopive. Shkoni këtë rrugë, andej apo këndej. Tregon se po mendon për një rrugë të re peshor, një lëvizje, një ndryshim. Mund të jetë një dashuri, mund të jetë në punë, vendim jetësor apo zgjedhje personale. Ti e di që dëshiron diçka ndryshe, por ende s'ke bërë hapin. Apo si e duke bërë hapin. A thua pse? Ja ku është përgjigja. Djalli të dashur i e lidhur me diçka ose dikë që nuk është e shëndetshme si lidhje ose reale për ty. Kjo mund të jetë një person që nuk të jep aq sa është duke marrë nga ty. Një zakon i keq mund të jetë, një lidhje toksike, një situatë ku të mbajnë me shpresë dhe asgjë nuk realizohet. Ti e di që kjo nuk të shërben, për një pjesë e jotja nuk po e lëshon, po vazhdon të besoj në të. Dhe arsyeja nuk është dashuria, është varësia emocionale. Pastaj vjen herfond që kjo letër thot: a je duke jetuar sipas vlerave të tua apo sipas nevojës për të dëgjuar mirë nga të tjerët apo për të tjerët për të menduar diçka ndryshe. Ti ke shumë shpesh tendencën të shohësh situatën përmes lentës së arsyetimit, duke gjetur justifikime për t'i dhënë dikujt benefitin e dyshimit. Ajo që po provon të rregullosh peshor nuk do rregullim, do vendim. Dhe finalja është intuita juaj. Ti tashmë e di përgjigjen. Ti e di kush gënjen, kush premton, kush vonon, kush të mban pezull. Ti e di çfarë duhet bërë. Por, po pret që ndjenja të përputhet me të vërtetën. Nuk të ndodh në mënyrë magjike të dashur peshor. Ti duhet të veprosh sipas asaj që e di, jo sipas asaj që shpreson. Mos lejo që dikush të rikthehet në jetën tënde vetëm sepse mban mend versionin e vjetër të tyre. Apo i mban të gjalla vetëm kujtimet e bukura. Vendos kufi, mos bëj biseda që e di ku do të përfundojnë apo si do të përfundojnë. Dëgjoj intuitën tënde, dëgjoj zërin tënd të mbrëmshëm. Ajo është më e sinqertë se emocionet e tua që po të dërgojnë në ca iluzione. E vërteta pa filter. Nëse duhet të bindesh vetëm për dikë, ai person nuk është për ty. Apo ajo situatë nuk është për ty dhe nuk është e duhura. Pra, peshor, duhet dini çfarë duhet bërë.